Komuna e Gostivarit ka pasur rritjet e të hyrat dhe mosmjaftueshmëria e blok dotacioneve nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës ka çuar deri në rebalancin e dytë të komunës së Gostivarit për këtë vit. Jeton Osmani nga sektori për financa dhe buxhet gjatë prezantimit të bilancit buxhetor para Këshillit Komunal tha se 1.5% ka rritje nga buxheti fillestar i komunës apo 8 milion denar dhe tani buxheti arrin në rreth 2 miliard denar. Buxheti i komunës së Gostivarit, apo rebalansi i dytë i komunës së Gostivarit për vitin 2025 paraqet planin vjetar të ardhurave dhe shpenzimeve që përfshihen në buxhetin bazë, buxhetin e aktiviteteve vetëfinancuese, buxhetin e dotacioneve si dhe buxhetin e donacioneve. Shuma totale e buxhetit ka për vlerën prej 1 miliard 899 milion 150.000 denar. Pra, krahasuar me buxhetin fillestar të vitit 2025, i cili ka të shumën prej 1 miliard 871.470.000 denar. Pra, kena një rritje prej 1.5% nga buxheti fillestar i vitit. Rebalanci kaloi me unanimitet votash. Osmani tha sqarime dhe për raportin kuartal 3. Ai tha se bilanci gjatë 3 mujorit që i referohet, buxheti ka pasur 89% realizim nga parashikimi. Raporti kuartal i komunës së Gostivarit për periudhën prej 1/7 deri 30/9/2025, pra parashikimi i buxhetit i bilancit operativ apo gjithsej të hirat janë 334.836.609 nga buxheti ventanak ose nga buxheti i konsoliduar, nga buxheti i përgjithshëm nga 1.587.046.585 denar, kene realizim prej 1.140.364.787 apo diku rreth 89% të parashikimit. Edhe raporti kuartal 3 kaloi me unanimitet votash pa debat, njëjtë sikurse edhe rishqyrtimi i dytë i buxhetit.